Mi mirë se erdhët në vitin e ri 2026. Kjo ishte e para. Po bëja llogari vitet, të mijat. Jo kalendarit. 2026. Si ka kaluar jeta si një gjyre topi. Gjithsesi, gëzoni çdo ditë të këtij viti, ja uroj me shpirt. Unë me Cristiano Xhanarin këtu kemi qenë nga viti 2020. Pra, viti 6 Cristiano. Jo, në të 7-in. Pra, fillon 20, bëm gjithë 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, o plakëm këtu. O thinjëm, Cristiano. Jetë vështirë. Ne do të flasim sot për aktualitetin. Kemi hyrë në një vit tjetër, gjëra ndryshojnë dhe disa nuk ndryshojnë. Ne do të flasim për ngjarjen e vitit të ri. SBA Trump, kompanitë amerikane të shkojnë në Venezuelë për të shfrytzuar naftën e saj. Do të rrim pak këtu. U kap presidenti i Venezuelës, një farë Nicola Maduro, cili bënda dhe kështu si gangster i madh. Si kemi parë këto skena dhe në Shqipëri, sa që talleshin me spakun, pastaj morën për zverku edhe i futën në burg. U tallën, bëri shaka si thot ai tek filmi me mielën e Gjermanit. U tallën me Amerikën. Ky Maduro ka fjalën. Ajo shkuan e morën kështu, si rrush të vogël, me helikopter, pastaj punë detyrë dhe çuan mu në zemër të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku ndodhet edhe ka dalë edhe para gjykatësve. Pse e nisa me këtë gjë? Trump, kompanitë amerikane të shkojnë në Venezuelë për të shfrytzuar naftën e saj. Sepse propaganda kineze është fokusuar këtu. Pra, Trump e bëri gjithë të sul për t'i marrë naftën Venezuelës. Kjo është ideja. Dhe Amerika për gjithë luftrat i ka bërë për naftën. Një mrekulli kineze, e cila për fat keq pas ka zënë rrënjë të thella edhe në Shqipëri. Shoh shumë njerëz, nga ata që edhe i vlerësoj, po ka plot nga ata që nuk hyn fare në referendime time, po që janë shumë të ditur në këtë fushë, pa se për naftën e bëri. Dhe këtu për ka pjesë agjencia zyrtare. Ata, Agence Telegrafike Albanese, Agjencia Telegrafike Shqiptare, e cila na ka kanalizuar që gjithë kjo ngjarje botërore ndodhi për shkak të naftës. Unë edhe mund ta kisha gëlltitur në qoftë se nuk do të kisha lexuar në jetën time 20 paragraf. Një faqe A4. Kaq më është dashur të lexoj jetën time për të kuptuar gjëra të ndryshe. Do thoni po ç'është kjo gjë? Kandidat amerikan Donald Trump kandidoi në 2024. Pra, cili ishte programi Donald Trumpit? 20 pika. Ndërto ishte, më shikoni, pika 8, nuk e kemi këtu, Kristi. Presidenti, do të ndaloj luftën e tretë botërore, thot, do të vendosi paqen në Europë në lindjen e mesme dhe do të ndërtoj një mbrojtje të çelikt, pra një kupol të çelikt për të mbrojtur vendin e gjitha Made in America, 8. 10. Stop krimit ose epidemisë së krimit të emigrantëve. Do të shkatroj drograt e huaj, kartelet e huaja të drogës, do të shkatroj kartelet e huaja të drogës, do të shtyp bandat e dhunshme dhe gjithë ata që krijojnë akte dhune. Kjo është pika 10. Pra në pikën 10, ky zotëria këtu e ka shpallur. Do të shkatroj kartelet, pra, do të demolish, shkatroj, zbërthej, kartelet e huaja të drogës. Kolumbia ishte një prej tyre. Do thoni, pse e bëri për drogën? Jo. E bëri a themun, le mos e thoj Trumpi, edhe pse ka thënë. E bëri për Kinën, mos ishte rrethuar, pra Kina e ka pushtuar botën dhe bravo i qoftë, mundësi diabolike me laps. Në qoftë se të tjerët kanë përdorur raketa, kanë përdorur gjithçka, Kina e ka përdorur me laps, me buzëqeshje, me djallësi. Ka pushtuar të gjithë Afrikën, qetë dhe putë, natyrisht në Europë ka futur rënjët, dhe ka rrethuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Trump nuk mund të lejoj këtë lloj
komunizmi diktatorial që t'i hynë në shpinë e vetë dhe ta korruptoj përmes tipave si Maduro e të tjerë. Kështu gjë, e kisha për atë shënë këtu, se për këtë që po them, ju flas pak më vonë, të lutem kaloj pak. Kaloj që? New York, Maduro paraqitet përpara gjykatës. Pse e kam unë Nicola Maduron? Pse e kam Nicola Maduron? E kam këtu paraqitet para një gjykate. Një gjykatë është gjë më normale, aty do shkonte. Pra, Nicola Maduro në kapët ditën e parë, datën 3, ditën e dytë, data 4, që ishte dje, dita 3, data 5. Sot ka dalë gjykatë. Do ata kthej pak shëritin, para në kohë. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka qenë shumë vite parë, ka thënë 30 vjet më parë, një president që quhej Bill Clinton. Ky Billi, një ditë të bukur, na kapet, ose na dalin llafe që kishte bërë marrëdhënie intime me një çup që quhej Monika Lewinsky. Gjëja më normale, gjëja që ndodh në çdo zyrë, jo të shtetit shqiptar, flas për këto vendet borgjeze, se ne kemi moralin. Pra, u kap ky, ose u tha që ky Clinton e kishte bërë këtë punë. Jo, tha Clintoni. Për faktin që nuk po thoshte të vërtetën, amerikanët u bën gati ta shkarkonin nga presidenti derisa kërkoi falje, tha, më falni, tha, unë kam patur marrëdhënie me atë zonjë dhe e lan president. Pra për një gjë kaq të vogël, deshën ta shkarkojnë presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Tani dalim tek presidenti aktual i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku kinezologët shqiptar thonë ka shkelur të gjitha ligjet ndërkombëtare. Në qoftë se do të kishte shkelur një ligj amerikan, lërin ndërkombëtar, ka Senat Amerika që funksionon, ka Kongres, ka gjykat edhe kushtetuese, madje kur Trump ka nxjerr ligje dhe urdhresa, kanë qenë gjykata lagjesh, si do thënë gjykata Gramshit, që ka hedhur poshtë se kështu funksionon sistemi në Amerikë. Imagjino në qoftë se do të ishte e padrejta që bëri Donald Trump, gjithë ky sistem amerikan, natyrisht me një opozitë të fuqishme, do ta kishin kthy në mes, i thon shqip. Ndërkohë, ja kemi këtë gjykatën, Maduro paraqitet në gjykatë, e cila është e pavarur dhe e paanshme. Për pse e nxora këtë gjë? Them që një sistem në Amerikë funksional, check and balance, pra që kontrollojnë pushtetet njëri tjetrin dhe natyrisht e pengojnë kur shtrin këmbët më shumë se organi, këtu paraqitet në gjykatë. Për Amerikën, për ligjet amerikane, për shoqërinë amerikane, për politikën amerikane, përveç zonave që natyrisht janë kundërshtues, nuk ka gjë. Në Shqipëri, për kinezërinë shqiptare, jo thot, na mizi thot do t'i marrin naftën këtij. Që këtë mund ta kishte marrë me gjithë naftë, po donte kishte futur një tup. Kuptohet, në det edhe kishte sjell. Ma hiq pak të lutem, vazhdojmë po brenda një kontekst. Berisha, zhvillimet Venezuel inkurajim për opozitën shqiptare. Dhe këtu dua të ndaloj edhe këtu të ndaloj pak gjatë. Pse do thonë ju? Se ne e mendojmë që Trumpi është babagjyshi i vitit të ri. Dhe ta bëj një pako të bukur, do fusi brenda demokraci, liri, bollok, nuk në Floririt, bashkë me ushqimin për katës. Po s'ka problem se ne shesim lullun dhe po s'patëm ushqim. Ave dhe suflaqe, rëndësi ka të ketë një gjë me vlerë. Do ai sjellë Trumpi. Dhe këtu në Venezuel, përveç asaj pjese të dezinformimit që thotë shkoj për naftën, për naftën, mos mendoj se nafta nuk është lojë, po ky Maduro 70% naftës e shiste Kinës. Dhe marrëdhënia kishte me Kinën dhe politikën e bënte kineze. Kjo është ideja. Pra kishin rrethuar Amerikën kinezët. Ne ishim këtu tek zhvillimet e opozitës shqiptare. Opozita shqiptare po e mendon si një pjesë, jo atyre thash dhe njerë të naftës, po si një pjesë tjetër e naive që Amerika shef një vend që vuan dhe qanë. Presidenti amerikan çohet në mëngjes lexon portalet shqiptare. Vuajnë në Shqipëri. Të merë në Sri Lanka, po Singapur, dhe i thot atyre, ma ishtë një presidenti, ma shduk një diktatori, ma varros një këtë qepsiren. Nuk funksionon kështu. Funksionon natyrisht me interesa dhe me një politik të caktuar. Kuptohet, janë standarde demokratike,
ku siç ambasada e Shtetit Bashkuar duke përcjell dokumentet e Parlamentit Amerikan të Shtetit, nuk tha jemi shumë të lumtur me zgjedhjet në Shqipëri. Bëri mesazh shumë të thatë, duke thënë nuk kemi çu bëjmë tjetër, po fare se jemi dakord me këtë gjë. Pra ka një gjuhë diplomatike. Në rastin konkret, nuk ka simetri Maduro me Edi Ramën. Jo se janë të mirë. Narko njëri, narko tjetri. Po Edi Rama nuk, ose më saktë ka shkelur shumë vijat kuqe, temi të qartë duke filluar që ke Smart City që është projekt me kinezët, ajo loja me armët që është me një personazh absolutisht pa pëlqyeshëm për Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe shumë vijat të tjera të kuqe i ka kaluar. Por Rama nuk ka nevojë të shkojë ta marrë me helikopter. E që kështu. Çështja është edhe në rastin e Maduros. Kuptohet, iku Maduro, po nuk po shkon Trumpi apo Rubio, e të vendosin thonë, këtë djalin këtu Hozen, ta bëjmë ministër të jashtëm, këtë Carlosin ministër të brendshëm. Zhvillimet i bën politika dhe vendi brenda. Dhe në Shqipëri, me gjithë respektin që kam për opozitën shqiptare, po 2 muaj diferencë ka shpallja non grata e zotit Berisha me Maduron. Të dy kanë qenë non grata dhe vazhdojnë të jenë non grata për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ka një vit që është Donald Trump presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe nuk e ka hequr doktorit non gratën. Pra çështja nuk është a ka zhvillime. Çështja është a ka faktor që edhe nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës vendosin një ditë bukur thonë ta qërojmë Edi Ramën, ta marrin në dorë. Se këtu nuk thehet më. Ky është problemi. Ky është qetësimi. Dhe këto lloj poçash, këto lloj hurmash që hajde se është zhvillim pozitiv për ne, nuk është në zhvillim as pozitiv, as negativ. Donald Trump nuk e hoqi Maduron se ishte diktator. Në asnjë prononcim nuk është thënë e hoqëm se është diktator. E hoqëm si narkoterrorist. Kishin vënë $15 milion për informacione për Maduron. Ndërsa për Edi Ramën nuk ka situatë të tillë. Nuk ka. Kështu që duhet me shtrëngu opingat, përfshirë këllqet tona, që ta heqim Edi Ramën dhe të mos e ushqejmë popullin me ëndra kot, me kështu si quajmë këto mare, që hanim ku shkonim dajt e hanim ato nazinte. Jo, populli duhet thonë, ne duhet të shkojmë të heqim Edi Ramën. Natyrisht me mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Shuba, Trump paralajmëron liderin e re të Venezuelës, Rodriguez, për para betimit. Pra, jemi sërisht duke vazhduar unë të njëjtin arsyetim ku e nisa. Nuk është nafta stupid. Natyrisht është ekonomi. As diskutohet. Pra, mos po merrni për naiv që mendoj që ka vetëm parime ky djali idealist që gjithë jetën e ka ndërtuar mbi parimin e interesit. Donald Trumpi është një biznesmen perfekt. Edhe politikën e ka ndërtuar si biznes, po jo si pazar ordiner. Ça nokim në i gjo, ça vjedhim në i gjo. Si shton këta që janë në përgjimet e policisë botërore, se shqiptarët që thonë, çfarë duhet droga ne vllathët? Merrna me tendera. Këta nuk merren me tender. Këta merren me zhvillimin e vendit nga i cili përfitojnë dhe vet, kuptohet? Por merren me zhvillimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse vala globaliste e kishte thithur, si në lavamar. Keni parasysh kur zirë, bëhet një vorbull dhe të thith, po thithë Amerikën. Dhe i rrofshin lekët këtij burrit për shkak që kishte edhe të tjerëve, se po iknin për lesh, kishin transferuar bizneset në Kinë, shumica kapitalistëve amerikan, kishte hyrë ideologjia woke për shturjen e Amerikës dhe ky burri po e ngre vendin e vet edhe për interesin e vet personal, edhe për interesin kombëtar, edhe për politikën. Dhe në rastin konkret, jo për naftën, i ka thënë Rodriguez, kujdesi ka thënë se mund të shkosh më keq se ai. Pra Venezuela të kthehet vend amerikan, jo vend kinez. Dhe unë e mbështes katërcipërisht siç dua edhe për vendin tim për Shqipërinë. Unë jam i deklaruar pro amerikan absolut. Absolutisht në një raport të Shtetit Bashkuar me dikë tjetër, as më intereson ai vendi tjetër. Fare, zero. Sidomos në konfliktin SBA, BE, jam 100% me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Do të them edhe ca
liqe që i lexoj nga i herën vjen në veri për këtë lloj Europe me këto lloj nivelesh dhe standardesh ku ka pervertuar. Pa ishim këtu, Make America Great Again, pra ta bëjmë Amerikën dhe një herë të madhe, nuk është ideja të rrisim Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të rrisim influencën, por natyrisht të ta mbrojmë. Natyrisht të qërrojmë kopshtin nga ferrat kineze. Nga ferrat kineze. Vini re, në Shqipëri, fal një politike pro-amerikane, po besoj të diktuar eshtur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk ekziston më asaj tregu kineze. Bani mend që ishte treg që ishte kineze, janë zhdukur. Ndërkohë që i keni në Greqi instaluar, në Milano, në Itali, kudo menaxhojnë vendin. Shqipëri fal Zotit dhe zotërve, ne si kemi. Se kemi këto lloj infeksioni. Këto po e paston edhe nga Amerika Latine. Ecim. Kolumbi doli ky tjetri. Edhe ky është nga ta. Petro, gati të marrim sërish të armët përballë kërcënimeve të Trump. Bravo qoftë. Duhet këllqe. Po dhe këtë e kishte futur në rreth Trump, tha mbas Maduros i vjen radha këtitha dhe vendi nuk mund ta drejtojë një të çmendur. Ktu ka të drejtë Berisha. Kur thot mbase na vjen radha. Në qoftë se Berisha ta heqi këtë si një çmendur që s'duhet drejtojë vendin e vet, kemi shpresë na heqin e Ramën. Kuadrët kësaj gjë. Se jo për gjë tjetër. Tani, edhe ky tjetri, ky kinezi tjetër, po në kopshtin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka filluar dhe ky bën poça. Dhe ka një gjë, shqiptarë të dashur, në çdo vend ka krim, absolutisht. Në çdo vend ka korrupsion, absolutisht. Niveli i korrupsionit varet nga shumë gjëra. Pushteti që kontrollon njëri tjetrin ka nivel më të ulët korrupsioni. Pushteti absolut ka korrupsion absolut. Edhe mua që më shifni këtu, jam pjesë e një sistemi ku edhe për zorit, po edhe për shumë gjëra tjera duhet fus dorën në xhep e t'jap 2 lekë si bakshish, si rishfet, si doni ju. Pra të gjithë neve, ky korrupsion absolut na ka bërë me kak nga kokat e këmbët. Nuk e di ç'i bën. Dhe këto vende janë të korruptuara. 2 pjesa e krimit. Ka një perde të qartë mes shtetit dhe krimit. Pra, njeriu është ai që është, pra ka veset. Edhe në kohën e komunizmit, njerëzit i kanë zhvilluar të gjithë prirjet e tyre, duke filluar nga ato erotike deri tek kënaqësi tjera siç ka qenë bixhozi, u diun kurvëria. Por shtetet serioz, duke e mbajtur vërtet këtë qenef, këtu e mbajnë në kontroll dhe nuk e administron shteti, sa unë moralin, do të thënë, imagjinoni shteti që ndërton supermarket me droga, kokainë, heroinë, si e doni. Jo. Këtë e bën krimi, po duke qenë i kontrolluar. Pra, nuk është një organizatë kriminale që fillon edhe krijon perandori. I kput shteti, Zvicra për shembull. Ju dini shumë mirë, kanë shkuar duar dur shqiptarët. Fryu një grup ik, pjesës madhe dhe ja kanë marrë parat. Shqipëria u fry shumë. E ka përse iku çarja mes shtetit dhe politikës, u bashkuan shtetit dhe biznesit, korrupsionit dhe biznesit, korrupsionit dhe mafjas. Të gjitha u bën një dhe Shqipëria është një vend me korrupsion absolut dhe me mafje që merr pjesë në qeveri, merr pjesë në biznes, merr pjesë kudo. Dhe këtu është një nga ato aspekte për cilat ne duhet ta rrëzojmë si regjim, pra duhet të kthejmë regjimin ton të demokracisë, të lirive dhe të shtetit të drejtës. Të lutem, ma hiq këtë kolumbianit, mos e them Trumpit se heq Trumpi. Shkoni tashi Shqipëria në protestë. Zëni hapësira publike dhe dhunë gjatë protestës 4 të arrestuar dhe 9 në hetim. Kjo është Shqipëria e Edi Ramës. Pse nxora këtë? Nuk është se unë kam ndonjë përkatësi ose ndonjë vokacion për këtë lloj proteste. Dhe do ja them paraprakisht pse s'kam për të vazhduar më tutje. Unë mendoj, edhe e them kudo që dalë dhe bie vetë mundësia dhe mjafton që një person i vetëm më kuptoj, mendoj që ja kam arritur qëllimin tim. O vëllezër, në një regjim me korrupsion absolut, kur ti hyn dhe i thua dikujt i korruptuar, do të shohin si idiot. Çfarë thot ky? Pra, në qoftë se ti hyn në minierë dhe thua o minator dikujt, do të shohin kështu se aty janë të gjithë minator. Në qoftë se hyn në një burg dhe thua o i dënuar, do të thonë të gjithë. Në qoftë se në një sistem totalisht korruptuar, ti thua hajdut, nuk po bën gjë.
Në qoftë se ne do të heqim Ram Hajdutin, sipas gjithë protestave që bëhet, do vëmë një person tjetër, i cili ose do ta mbaj presionet dhe përshtatet me sistemin e Hajdutlikut, ose do të thyet e do ta nxjerrë sistemi për jashtë. Ne këtë sistem që na e kanë vjedhur dhe kanë instaluar të tyrin, duhet ta zhbëjmë. Dhe këtu unë nuk jam fare me këto lloj protesta, jo po poshtë Hajduti, jo mbojmë drejtësi në një tjetër. Gjithsesi, me parimin e protestës, kam qenë jam dhe do të jem non-stop. Pra, fakti që unë s'marr pjesë këtu dhe s'besoj te kjo protestë, nuk do të thotë që unë jam kundër protestës. T'jemi të qartë. Dhe kjo që është dëshpëruese, shikoni këtu se si i kanë bërë ligjet, se kanë bërë bashkë. Zënia e hapësirës publike. Po mirë, ku mund proteston njeriu në banjë, në hapësirë vetë private? Protestat bëhen kudo në botë në hapësira publike. Madje në sheshet kryesore, ose para ndërtesave shtetërore, zyrtare, qendrore. Këtu jemi ish komiteti qendror, fani, përballë ku i bie këtej, është kryeministria. Këta njerëz janë përballë kryeministrisë. Cilën hapësirë publike kanë zënë këta? Sa protesta, manifestime bëhen këtu? Ore, këtu vjen një pot shkot nga Europa, bllokohen rrugët, më bllokohet aeroporti. Humb fluturimin ti, sepse bllokohen, vendos Edi Rama, thotë, stop të s'do kalojnë makina këtu. Ky nuk është zaptimi i hapësirës publike. Kur njerëzit kërkojnë një të drejtë sipas tyre, është zaptimi i hapësirës publike. Dhe kjo duhet kthyer bashkë me rrëzimin e sistemit. Protesta do të jetë një e drejtë dhe liri e garantuar. Jo po pse protestojmë me çadra e ku diun ca gjëra të tjera. Ma hiq këtë se nuk dua të zgjatem, desha të them vetëm këtë pjesën e tabaku. Protesta nuk është krim, thot, po është një drejtë kushtetuese. Dhe këtu ka të drejtë, është në kushtetutë akoma. Mirë është ta heqin. Sepse nuk mund bëhet protesta si çdo qeveria. Pra, një protestë ku të mos ketë as çadra, as thirrje, as zaptim të hapësirës publike, pra, këta mund të shkojnë, ku diun, në një kontajner në Babru, të mbyllën dhe të bërtasin. Kjo është protesta, sipas Edi Ramës, sipas politikës shqiptare. Po ku të shkoj ti ku shkret, se tash i kujtova. Të shkoj ti Klapaj, të ankohet avokati i popullit? Avokati i popullit është ai Shabani. Lere, muhabet kot. Bëjmë çik pauzë, Krisi, dhe kthehemi.